Vlera e Armando Brojas në Transfermarkt ka rënë ndjeshëm. Nga 14 milion euro që ishte deri para pak ditësh, vlera sulmuese të kombëtares shqiptare ka rënë në 10 milion, minus 4 milion euro që janë tepër shumë. Kujtojmë se vlera më e madhe që 24 vjeçari ka pasur në Transfermarkt ka qenë 30 milion euro në vitin 2022, kur ishte pjesë e Chelsea. Këtë sezon kujtojmë se Broja aktivizohet me Burnley në Premier League. Në ndeshjet e fundit ai ka marrë më shumë minuta, duke fituar disi besimin e trajnerit Scott Parker me 2 ndeshjet e fundit, të cilat i ka nisur si titular, por pa gjetur dot rrugën e rrjetës. Trajneri Burnley Scott Parker shkoi dhe takoi menjëherë Armando Brojen në momentin kur e zëvendësoi në minutat e fundit në ndeshjen ndaj Newcastle. U duk menjëherë që ishte një gjest pozitiv për sulmuesin dhe kjo u konfirmua dhe nga fjalët që tha trajneri në konferencën e sotme për mediat. Ai u pyet rreth paraqitjes së Brojes në atë sfidë dhe Parker nuk kurseu elozhet për të, duke e cilësuar si një paraqitje shumë të mirë nga sulmuesi kombëtares shqiptare. Unë isha me të vërtet i kënaqur me të, me të vërtet. Mendoj se ishte versioni më i mirë që kemi parë nga Armando. Ai luajti ndeshjen e parë si titular dhe të jemi sinqert, mendoj se ishte super. Në fillimin e ndeshjes, kur ishim 11 kundër 11, ai ishte një platform për ne, na dhuroi diçka. E bëri edhe kur mbetëm me 10, kur ajo viza e energjisë fillon e bie në ato momente, kur je një numër 9 aty para dhe i vetëm, mund të humbasësh entuziazmin pasi po luftoni vetëm, por e përsëris ai ishte super, ndaj jam shumë i lumtur për të. Rotacion apo zgjedhje? Pak nga të dyja. Mendova se kishim nevojë që të freskonim gjërat pak pas një jave të ngarkuar, por gjithashtu ndjeja se në këtë ndeshje ndaj një skuadre si Newcastle do të na duhej të shfrytëzonim hapësirën që linin pas krave, ndaj na duhej ai lloj profili lojtari. Siç e thash, funksionoi mirë, tha trajneri, duke i dhënë kështu merita Brojes për paraqitjen e tij.